Dashuria e tyre filloi si një film i bukur romans dhe përfundoi si një film dramatik. Duket se mes Nedës dhe Ogrenit nuk ka më paqe, ndërkohë që kjo situatë po ndikon jo për mirë edhe tek fëmijët e tyre. Edhe pse zakonisht fëmijët qëndrojnë me nënën, në këtë rast ka ndodhur e kundërta. Ogreni në pamundësi për të gjetur gjuhën e mirëkuptimit me Nedën, ka marrë 3 fëmijët dhe është larguar nga shtëpia. Por Neda ka preferuar që të jetë një hap përpara. Ajo ka vënë në jetë planin e saj. Kur ka kuptuar se martesa nuk po funksiononte, ka vënë një përgjuhës në shtëpi, ku ka regjistruar bisedat dhe debatet që ka patur me Ogrenin, dhe të gjitha këto materiale ja ka vënë në dispozicion gjykatës. Por jo vetëm kaq, duket se Neda nuk heq dorë nga vëzhgimi i lëvizjeve të ish bashkëshortit të saj. Ogreni para gjykatës ka treguar se ish bashkëshortja e tij e përndjek. Ai tha: ajo ka shkuar te një supermarket për të kërkuar pamjet filmike dhe për të kontrolluar lëvizjet e mia dhe të Timbiri. Jo vetëm kaq, por në mënyrë të përsëritur, ajo i bie telefonit tim orar pa orar, njëkohësisht edhe zilës së shtëpisë, duke na shqetësuar në çdo moment. Ajo qëndron poshtë shtëpisë time me orë të gjata, duke më vëzhguar lëvizjet, dhe kjo ka bërë që unë të humbas privatësinë dhe lirinë time. Vëllai i ministres Beline Balluku, para gjykatës, tha se kjo nuk është hera e parë, siç e dini dhe ju, që Neda më ka regjistruar në mënyrë të fshehtë. Këtë e ka bërë edhe në shtëpi, dhe këto incizime ajo ja ka dorëzuar gjykatës. Por dua të theksoj se këto regjistrime klasifikohen si të palishme. Pritet që gjykata të vendosë për kujdesarinë e fëmijëve dhe për ndarjen e pasurisë së çiftit.